Prej orës 8 të mëngjesit të sotëm ka nisur edhe në degën e Partisë Demokratike të Korçës procesi i votimeve për kryetarin e kësaj force politike. Janë të thirrur të votojnë rreth 4600 anëtar, ndërsa në fletën e votimit ka vetëm një emër, ai i kryetarit aktual Sali Berisha, i cili mund të votohet me po ose jo. Sipas kryetarit të komisionit Spartak Shaholli, deri më tani procesi ka shkuar normalisht dhe pa problema. Ecëria e procesit është shumë e mirë. Numri i anëtarëve për të votuar është rreth 4600. Deri tani kanë votuar rreth 150 anëtarë. Procesi ka shkuar normalisht, është hapur në orën 8 të mëngjesit, vazhdon. Ecëria është e mirë dhe prandaj të shohim në vazhdim. Në zgjedhjet më të fundit për kryetar dege të Partisë Demokratike të Korçës, të zhvilluara pak javë më parë, janë shënuar shumë problematika për shkak se u pretendua për mosgjetjen e emrave të anëtarëve në lista, çka çoi edhe në anullimin e këtyre zgjedhjeve për degën e Korçës, procesi i cili ende nuk është zhvilluar.